Mirë, jemi rikthyer në studio, do të ndryshojmë tërësisht temë. Kam kënaqësinë që të kem administratorin e OSHE. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Faleminderit, kënaqësi. Do flasim pak për flotën e automjeteve elektrike, kanë njohur një rritje, por edhe mbi atë çfarë ka qenë propozimi i bërë nga ju, pra institucioni që ju drejtoni për të rritur çmimin e energjisë elektrike për stacionet e karikimit. Është pozitiv fakti që flota automjeteve elektrike në Shqipëri është rritur, ndjeshëm veçanërisht gjatë viteve të fundit, fal edhe incentivave që janë marrë në këtë drejtim. Për shembull, nga dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, rezulton që janë regjistruar 3901 automjete, gati 80% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Fillimisht ky vendim, pra ky propozim edhe vendim sepse hyn në fuqi duke nisur nga 1 nëntori apo jo, këto çmimet e reja të energjisë, 22 lek për kilovator, në stacionet e karikimit për makinat elektrike gjithmonë, edhe për atë që konsiderohet si piku, pra orari pikut nga ora 18 deri në 23, ora 23, çmimi arrin në 25.3 lek për kilovator. Pse vjen ky propozim tani? Së pari, një radhë parë, unë kam dëshirë të theksoj që çmimi i makinave i karikimit të makinave elektrike nuk ka ndryshuar për kategorinë e familjarëve apo e bizneseve, të cilët kanë mekanizma karikimi të mjeteve elektrike në shtëpitë e tyre apo në bizneset e tyre që quhen slow charge, pra karikim i avashtë, që ajo që në vendim ndahet deri në 11 kW kapaciteti. Tipikisht këto lloj karikimesh që duan një kohë më të gjatë për të karikuar mjetin elektrik, pra duan rreth 6 orë apo 7 orë, pra që përgjithsisht qytetarët i karikojnë në orët e natës, nuk ndryshon. Në qoftë se je ambient familjar, do vazhdosh të paguash energjinë 9.5 lek. Në qoftë se je një biznes i vogël, do vazhdosh të paguash energjinë për 14 lek. Ajo çfarë ne kemi propozuar dhe tashmë rregulatori i energjisë ka miratuar është një tarifë e posaçme për karikimin e mjeteve elektrike të shpejta. Pra që në kuptojnë të karikim të mjeteve shpejta nga 20 minuta deri në 1 orë, ma 80% e makinave elektrike. Pse erdhi kjo nevojë? Si ju e thatë me të drejtë, tregu i makinave elektrike dhe karikimi i makinave elektrike ka patur një rritje eksponenciale. Shumë mirë dhe është pozitive. Në fund të ditës ne vetë kemi incentivuar, qeveria me masat e saj ka incentivuar, por edhe kompania jonë duke mbajtur çmimin e ulët ka incentivuar përdorimin e tyre dhe është shumë gjë e mirë. Por nga ana tjetër, duhet të kuptojmë që kompania jonë, që është ofruese e rrjetit, por edhe furnizuesi që furnizon këto pika karikimi të makinave elektrike, ka nevojë që mos të ndalemi këtu. Ne do kemi rritje eksponenciale të mjeteve elektrike edhe më shumë. Pra ju e theksuat që, si thua, deri tani në 2025 janë rreth 7700 mjete elektrike plug-in, pra që karikohen, le themi, me rrjet elektrik. Po. E automjeteve elektrike. Po. Dhe ka patur një rritje eksponenciale nga viti në vit. Tani Sa pas 2019-s. Po. Dhe tani ideja është që sigurisht dëshira dhe qëllimi i kompanisë sonë është që ne të vazhdojmë të ofrojmë këtë shërbim. Por duhet zgjeruar rrjeti, duhet bërë gjitha mekanizmet e ndryshme për të krijuar kapacitetet e nevojshme për pika karikimit të tjera, dhe po ashtu duhet kuptojmë që këto kanë kosto. Pikat e karikimit. Po, dhe kanë edhe kosto, ka stacione karikimi për makinat elektrike. Po, dhe kanë edhe kosto disbalancës që do ndalemi pastaj. Sot aktualisht në Shqipëri ne numërojmë rreth 255 pika karikimi mjetesh elektrike, që është një numër penetrimi shumë i lartë, është më i lartë në rajon. Dhe patjetër më madhe pa diskutim Tiranë. Po patjetër. Dhe ideja është e tillë që këto 255 mjete elektrike përdorin energjinë elektrike dhe përdorin rrjetin elektrik dhe përdorin energjinë elektrike të incentivuar nga ana e shtetit. Pra, prodhon energji fjerza për atë energji, kalon në rrjetin tonë të shpërndarjes dhe transmetimit dhe le të themi kalon në pikën e karikimit. Tani sigurisht tipologjia e tyre është ndryshme. Pjesa më e madhe janë taksi. Ka një pjesë tjetër që janë flota përdorimi vetjake, pra OSHE ka makina elektrike të vetat, të cilat i karikon në ambientet e saj. Shoqëri tjera publike kanë makina karikimi. Ju e përmendët që nuk preken ata të cilët kanë mjetet e karikimit në shtëpi, pra pjesa atyre që i karikojnë në banesë. Por vetëm këto që e kryen këtë, le themi,
proces, pra karikimin, në këto pika postacione apo stacionet e karikimit. Vendimi i Entit Rregullator të Energjisë përmbush ato pika karikimi që kanë kapacitet mbi 11 kW. Mbi 11 kW përfshin ato që quhen fast charge, pra karikim i shpejt. Dhe fillon nga Kjo është arsyeja që është vendosur për këtë. Dhe çfarë ndodh, se duhet të kuptojmë diçka. Këto pika karikimi, shumë mirë që janë bërë, shumë mirë që janë shtuar, zen kapacitetet e kabinave. Ju duhet të kuptoni që një pikë karikimi mjeti elektrik konsumon energji sa 30 familjar. Në kabinat e OSHE-s, patjetër që prioritet duhet të kenë familjarët dhe bizneset e vegjël. Dhe shumë mirë që poshtohen dhe pikat e karikimit të mjeteve elektrike. Po për të shtuar ne, si OSHE, kapacitetet për mjetet e reja elektrike që do futen, pra se nuk është problemi që të mbulojmë mjetet që janë aktualisht. Po duhet të mendojmë në 2026, 2027, rritjen eksponenciale që do ketë. Pra rritet kërkesa, dhe duhet të rriten investimet në rrjet. Pra ka elementin e qëndrueshmërisë së rrjetit që duhet të ofrohen këtyre pikave të karikimit, zgjerimit të rrjetit, sepse duhen shtuar kabinat përkatëse që të eliminohen, le themi, çdo lloj, le themi, kufizimi të rrjetit, dhe po ashtu kosto të tjera të ndryshme që janë disbalancat. Pra, makina elektrike, duhet ta kuptosh, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në Europë dhe në botë, ka problematikën që ti nuk e parashikon dot se cili kur do të vi mjeti për të karikuar. Dhe duke patur dhe kapacitetin e madh, ajo krijon disbalanca, dhe duke patur disbalanca në rrjet krijon kosto. Deri tani, gjitha këto kosto janë mbajtur nga kompanitë e sektorit dhe kryesisht nga kompania OSHE, nga furnizuesi dhe nga operatori i sistemit shpërndarjes. Në kushtet e nevojës së një qasje stabil të këtij sektori, në kushtet e pasjes nevojë që do rriten përsëri, le themi, pikat e karikimit të mjeteve elektrike, sepse mjetet elektrike po shtohen gjithkohës, është e nevojshme që të tarifohen në mënyrë të ndryshme subjektet. Për t'u konkretizuar, është e parësyeshme që me çmimin 14 lekë të një biznesi të vogël që sot furnizohen me energji elektrike, të bëhet biznes. Sepse çmimi 14 lekë është çmim i mbështetur, është çmim i incentivuar. Pra, siç e thash, është gjithë sektori i sistemit që mbulon, që nga prodhimin e kaskadë në Fierz deri në transmetimin e energjisë, shpërndarjen e energjisë, në mënyrë që të jetë i mbështetur për bizneset e vogla. Ndërkohë çfarë ndodh sot? Sot ndodh që pikat e karikimit të mjeteve elektrike për rishitje e marrin energjinë 14 lekë dhe e shesin 30 lekë, 40 lekë apo 60 lekë. Sot, po të dalësh në Tiranë, çmimi mesatar i karikimit të mjeteve elektrike është 30 deri në 40 lekë. Ndërkohë që kostoja atyre që i vjen në pikën e karikimit është 14 lekë. Në këtë kuptim, është e nevojshme që të stabilizohet sektori. Çfarë? Të bëhet ndarja ndërmjet karikimit të shpejt dhe të avashtë. Në qoftë se ke një pikë karikimi të avashtë në shtëpinë tënde. Shef përcakton, pra faktin që tregtohet 30 lekë në një vlerë më të lartë, mund të kontrollohet, mund të administrohet kjo? Është treg i lirë, secili e shet sa ka dëshirë për ta shitur. Tani po dalim se do t'i marrim me hapat me radhë. Pra së pari bëhet një ndarje ndërmjet karikimit të avashtë dhe karikimit të shpejtë. Në qoftë se jemi me karikim të avashtë, në qoftë se keni karikim të avashtë, që është me kapacitet deri në 11 kW, pra përgjithsisht ato që e kanë në shtëpitë e tyre, do vazhdoj të mbesi në fuqi njësoj 9.5 lekë për kilowattor. Nuk ndryshon asgjë. Eksakt. Dhe kjo është situatë çmimi më i ulët pothuajse në Europë. Ndërkohë, në qoftë se je mjet pikë karikimi që furnizon taksit, që karikon mjetet e shërbimeve tuaja, pra siç ka OSHE apo kompani private, ke sot kompani tregtare private që kanë flotat e tyre të makinave elektrike dhe që i kanë me karikim të shpejt, do paguash 22 lekë për kilowattor. Kjo është e domosdoshme që ne të vazhdojmë të ofrojmë këtë shërbim me të njëjtat kushte dhe të vazhdojë përsëri penetrimi i mjeteve elektrike. Siç e thash, ka një kosto shumë të madhe menaxhimi i pikave të karikimit të mjeteve elektrike. Keni ju një vlerësim tillë të kostos, por edhe domosdoshmërisë? Po ta them, sot një kabinë elektrike që furnizon rreth 30 banor, ka konsumon pothuajse sa 2 pika karikimi të mjeteve elektrike. Dhe sigurisht
që përparësi duhet të kenë... Në këtë raport... Pikrisht. Dhe duhet të kuptojmë që përparësi, përsa e për këtë kapacitetit, ne kemi për familjarët dhe për bizneset. Por, nga ana tjetër, sigurisht që jemi të detyruar që dhe kemi dëshirë, sepse duam që të incentivojmë. Qeveria në ndjekim politikat e qeverisë. Qeveria do që të incentivojë makinat elektrike. Dhe patjetër ne do vazhdojmë që të ofrojmë shërbimin. Por, në mënyrë që ky qëndrim, ky, le themi, shërbim që ne ofrojmë, të jetë i qëndrueshëm, të jetë afatgjatë, dhe të mbuloj gjitha kostot që ato shkaktojnë në rrjet si disbalanca apo elementet tjerë, patjetër që është nevojshme që të shtohet një, le themi, tarifim më i ndryshëm për pikat e karikimit. Unë do të pyes edhe impaktin e drejt për drejt, sepse ndoshta e thënë kështu me terma mund të jetë edhe vështirë të kuptohet se si ndryshon dhe impakti që jep ndryshimi i çmimit. Por të ndalemi pak në terma të përgjithshëm, pra tek domosdoshmëria, ju e vut disa herë në dukje domosdoshmërinë e një propozimi të tillë dhe një vendimi të tillë të kërkuar pra nga OSHE Group. Por nga ana tjetër kemi një politik makro, një politik që në fakt incentivon futjen e këtyre makinave në treg. Incentivon pra edhe vazhdimisht ka stimuj dhe ka pasur dhe do të ketë edhe politika tjera për të lejuar dhe për të mundësuar futjen e automjeteve elektrike. Një nismë e tillë rrezikon të bëjë efektin e kundërt? Pra në drejtim të atyre që duan të kenë një automjet elektrik? As pak. Me të ju jap disa shifra. Patjetër që ju duhet ta kuptoni që çmimi sot i përgjigjet një kohë të caktuar, pra që është sot në fuqi, përgjigjet një kohë të caktuar dhe një dëshirë për të incentivuar. Çfarë ndodh? Nëse ju dilni sot në rrugët e Ballkanit, çmimi i karikimit të makinave elektrike është 75 cent për kilovator, pra rreth 75 lekë për kilovator, që të kuptoni diferencën e sistemit. Dhe duke folur në kapacitetin që unë jam duke folur, në kapacitetin fast charge, pra të karikimit të shpejtë. Ndërkohë ne jemi shumë larg atij propozimi. Pra, nëse ju kaloni në Ballkan dhe shkoni deri në Kroaci, ju do shikoni çmime që janë nga 70, 60 apo 80 cent për kilovator. Pra, që shkojnë nga 60 lekë deri në 80 lekë për kilovator. Pikërisht për shkak të kostove të elevuara që ka menaxhimi i pikave të karikimit të mjeteve elektrike. Ndërkohë, çfarë po propozojmë ne, është që të kemi një çmim 22 lekë për kilovator dhe duke që është le themi që shtrin përfshirjen e gjitha pikave të karikimit të shpejta dhe bën edhe një rregullim të sektorit. Për t'ju konkretizuar, se ndoshta duket cili është diferenca. Në qoftë se ne kemi një makinë elektrike sot. Me shembull konkret, pra se sa duhen për shembull për 100 kilometra, sa paguan sot dhe sa do të paguaj duke nisur nga 1 nëntori. Sot, me çmimin e ri që do hyjë në fuqi me 1 nëntor, për 100 km për makinat elektrike, për karikim 80%, sepse makinat elektrike kanë pjesën e karikimit që shkon shumë shpejt deri në 80%, është diku te 400 lekë për 100 km. Që është një çmim shumë i incentivuar. Bëni llogaritën se sa është për 100 km një makinë me naftë. Dhe në qoftë se ju vazhdoni dhe keni dëshirë që ta karikoni në shtëpinë tuaj, që ta karikoni në mënyrë të avash, do paguani 120 lekë për 100 kilometra. Pra, në pikat e karikimit? Çmimi, ky është kosti i energjisë që japim ne. Pra, dhe pastaj se do dalim edhe te pikat e karikimit. Dhe një çmim i tillë është shumë incentivues dhe është pra diku te 20 cent për kilovator që hyn ndërshqimet më të lira të rajonit, por dhe të Europës. Por, siç e thash, tani pse kemi ne këtë rregullim? Ne kemi këtë rregullim sepse patjetër OSHE në kuadër të nismave të qeverisë dhe të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë po ndërmerr një nga masat e saj më të rëndësishme të le të themi periudhës afërshkurtër dhe afatmesme. OSHE duke patur brenda saj furnizues të tregut lirë, që është i vetmi furnizues që ka mundësi që të furnizojë klientat në tregun e lirë, do hyjë shumë shpejt në tregun e karikimit të mjeteve elektrike. Duke dhënë qëndrueshmëri të rrjetit, pra ne do kemi tashmë një OSHE charge që do jetë pika karikimi për mjetet elektrike. Në këtë kuptim, duke dhënë qëndrueshmëri të rrjetit, duke garantuar një çmim shumë konkurrues, patjetër duke konkurruar në treg me çdo furnizues tjetër të pikave të karikimit të mjeteve elektrike. Dhe si e tillë është e nevojshme domosdoshmërisht që ne të rregullojmë këtë sektor në mënyrë që të japim qëndrueshmëri. Nuk është qëllimi jon i kompanisë, por duke ndjekur dhe politikat e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe qeverisë, që tregu i karikimit të mjeteve elektrike të ndalohet këtu ku është. Sepse nuk ka kapacitete me te. Është nevoja që të investohet dhe po ashtu siç e thash,
karikimit e pikave të makinave elektrike ka një problematik të rëndë, që kanë kosto shumë të mëdha të disbalancave. Çfarë kupton disbalancat? Në çdo moment të ditës dhe në çdo sekond të ditës, tregu i energjisë elektrike duhet të jetë në balans ndërmjet kërkesës dhe ofertës. Pra aq energji sa kërkohet nga klientët duhet edhe t'i ofrohet. Makinat elektrike është e pamundur ti parashikosh. Ti asnjëherë ti nuk e parashikon në asnjë moment të ditës se kur do të të vijë makina elektrike për t'u karikuar. Dhe kjo ka kosto. Sepse quhen kosto disbalanca. Çdo fund muaji, operatori i sistemit transmetimi shpërndan kostot e disbalancave për shoqërinë OSHE dhe një nga elementet kryesorë të kostove të disbalancave tani janë mjetet elektrike. Shumë në rregull, e pranon sistemi që pikat e karikimit të shkaktojnë këto disbalanca dhe këto kosto, por në mënyrë që ky shërbim të ofrohet në mënyrë të qëndrueshme, duhet që të investohet me tej për këtë qëllim, por dhe të ketë një kosto të drejtë. Sot që të vazhdohet që të merret çmimi i energjisë me 14 lekë, që duhet ta kuptojnë gjithë qytetarët, dhe të shitet me 30 lekë apo 40 lekë, që pikat e karikimit të fitojnë 2 fish apo 3 fish mbi çmimin që e marrin energjinë elektrike, është e patolerueshme. Nuk kemi pse ne të jemi në këto kushte më. Është nevoja që çmimi i pikave të karikimit të ketë një çmim të arsyeshëm, që përmban brenda disa kosto dhe disa, le të themi, kosto të sistemit, të rrjetit dhe të disbalancave, dhe të futemi në një sistem të qëndrueshëm siç është në gjithë botën. Të rregulluar. Meqense u ndalët te kosto e disbalancës, edhe ju e sqaruat, është kjo arsyeja që keni futur elementin e fashës, pra në një fashë të caktuar orare, ky çmim për kilovator do të jetë më i lartë, pra do të jetë më i lartë, 25.3 lekë për kilovator. Ne kemi aplikuar për çmimin 22 lekë. Enti rregullatori i energjisë për 10 vitesh tashmë ka një komponent të energjie pik që quhet, që është energjia e orëve të asaj kur ka kërkesë më të lartë, që është përgjithsisht nga ora 6 deri në orën 9. Dhe që është 20% më e shtrenjtë se orari i zakonshëm. Kjo është edhe për bizneset e thjeshta dhe të zakonshme, që ka një orar nga ora 6 deri në orën 9 që ka një 20% më shtrenjtë. Pra aplikimi është për 22 lekë, por nëse ti e karikon në orën 6, 7, ti shkon në çmimin e energjisë 25 lekë, siç i shkon edhe çdo biznesi aktual. Por siç e thash, rëndësishme është që ky çmim vazhdon të jetë përsëri shumë incentivues. Secili nga ju ka makina nafte në shtëpi. Pra për 100 kilometra është diku kosto e 400 lekë. Se sa e thatë, sa të paguan tani? Sot tani? Po, tani. Pra nëse paguan 400 lekë në momentin nga 1 nëntori, kur çmimi bëhet 22 lekë për kilovator në stacionet e karikimit, për këto automjete. Dhe nëse karikon në shtëpi paguan 120 lekë, po nëse për të kuptuar diferencën e çmimit? Është diku te 260 lekë. 260 lekë. Pra sot çmimi i energjisë është diku te 260 lekë për 100 kilometra, do shkojë diku te 400 lekë. Diferenca, po ne po them, diferenca nuk është e madhe. Dhe vazhdon akoma dhe për të përgjigjur asaj pyetjes nëse ka problematika si thua që do frenohet sepse po nuk ka asnjë lloj diferencë në çmim, sepse e para diferenca është e vogël, siç e thash. E dyta, sot qytetarët kur shkojnë e karikojnë nëpër pikat treta, që duhet ta theksoj, janë të palicencuara dhe për pjesa më e madhe e tyre nuk paguajnë as TVSH, tatim fitimi etj, sepse nuk janë të pajisura me kasat fiskale, po e lejmë një anë pak të çështje. Sot paguajnë më shumë, paguajnë nga 30, 35, 40, ke edhe pika në Shqipëri që është 60 lekë për kilovator. Pra çmimi i diferencuar që sot është në Shqipëri, që vjen për shkak të mos rregullimit të tregut, dhe ne këtë po përpiqemi të bëjmë, që të rregullojmë dhe të sistemojmë tregun e pikave të karikimit të mjeteve elektrike. Edhe futja jon me iniciativë me një nisëm të tillë, çfarë do të sjellë tek këto konkurrentët që aplikojnë këto çmime? Asnjë diferencë. Ne marrin 22 lekë, ai që do e shet 30 lekë, ai që do e shet 35 lekë. Përsëri çmimi i fitimit, ose le të themi fitimi, thjesht duhet të ulin pak fitimin e tyre që janë duke shitur sot në mënyrë të parësyeshme të lartë. Dhe që është më e rëndësishme. Prandaj, por mund të rëndoj kjo tek qytetari? Te qytetari që karikon mjetin në shtëpi nuk ka asnjë lloj ndikimi. Te qytetari që ka një fast charge në shtëpi ka një rritje shumë të vogël le themi të çmimit të karikimit të mjetit elektrik, por që vazhdon përsëri të jetë shumë më konkurrues dhe favorizues se makinat e naftës. Për të dhënë dhe një shembull tjetër, me çmimin e ri, një makinë e mbushur 80%, e karikuar 80%, pa karikohet me një çmim rreth 1600 lekë, me çmimin e ri. Pra
sa bën 80% e konsumatorit e serburatorit me naftë apo me benzinë? Dhe mos gaboj bën 400 kilometra. Po, eksakt. Dhe sa bën për një kompani, sa bën për një serburator? Edhe si ekspertë ndërkohë që e kam informacion të dorës. Është saktë, jo, është saktë. Është 400 kilometra. 400 kilometra. Po, pra 400 kilometra me çmimin e ri mbushen me, le të themi, 1600 lekë bashkë me TVSH flas. Pra sepse normalisht ofrohet bashkë me TVSH. Ndërsa po të ishte me serburatorin e naftës është mbi 5000 lekë. Pra vazhdon përsëri që çmimi të jetë shumë më i avantazhues dhe i mbështetur. Dhe e fundit, për sa i përket elementit të kësaj, unë e theksoj përsëri me nismën e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe tonën si kompani e sistemit, ne do hymë me OSHE Charge. Po pra, se kjo ishte që doja ta riktheja, duke qenë se përmendet çfarë synohet nëpërmjet pra futja edhe OSHE në pjesë e sistemit, le të themi. Çfarë do të sjell? Tregu i makinave elektrike dhe makinat elektrike tashmë janë, le të themi, jemi në epokën e tyre. Dhe jemi në kohën e rritjes gjithmonë më të madhe të tregut të makinave elektrike dhe sigurisht edhe të karikimit të mjeteve elektrike. OSHE, si kompania më konsoliduar në Shqipëri për sa i përket furnizimit dhe shpërndarjes të energjisë elektrike, dhe duke qenë edhe kompania me eksperiencën më të madhe për sa i përket shpërndarjes dhe furnizimit të energjisë elektrike, do hy në tregun e karikimit të mjeteve elektrike, anë të OSHE Charge, që do ofrojë mundësi që të karikoj mjetet elektrike fast charge fillimisht në Tiranë dhe pastaj në gjithë Shqipërinë, me cilësinë dhe standardin e kërkuar dhe shumë më konkurrues se sa edhe çmimet që janë sot aktualisht. Do i shërbej dhe tregut. Një lloj balance kjo në treg, pra në raport me çmimet që aplikohen. Duke qenë një çmim më oportun, do të prirën që edhe ato kompani të cilat operojnë me çmime 2 fish, 3 fish më të larta të orientohen drejt këtyre çmimeve. Pra do të stabilizojë të vlerat? Sigurisht që do japi çmim më konkurrues. Së dyti, të thash, do ofrojë qëndrueshmëri rrjeti, sepse patjetër kompania jonë është kompania që menaxhon rrjetin dhe ka inxhinierët më të mirë për sa i përket le të themi rregullimit të këtij sektori dhe po ashtu do ofrojë shërbim të qëndrueshëm. Sepse nuk është një pikë karikimi që funksionon sot dhe mas 2 ditësh apo një muaj apo një viti për shkak të situatave specifike dhe mbyllet. Është aty sepse OSHE do vazhdojë të jetojë gjatë gjithë kohës. 225 pika karikimi. 254. 254. Cilat janë objektivat? Sa pritet të shkojë? Pikat e karikimit sot duhet i ndajmë. Pikat e karikimit sot janë të ndarë me pika karikimi posaçërisht vetëm për taksi. Pika karikimi për kompani private për qëllime të tyre, pra që kanë flota të tyre makinash dhe që i kanë elektrike dhe i karikojnë në ambientet e tyre, dhe pika karikimi që janë për qëllime rishitje. Ajo që ka nevojë të së rregullohet dhe që ne po përpiqem dhe po marrim hapin e parë drejt këtij rregullimi, është rregullimi i sektorit të rishitjes. Sepse, si thuhet, është sektori i parregulluar dhe ka problematikat specifike, pra që të saj. Por, unë duhet të theksoj diçka se është e rëndësishme. Në bazë të vendimit të entit rregullator të energjisë, gjitha kompanitë e sektorit OSHE kanë marrë pikat e karikimit të mjeteve elektrike, kanë marrë një shkresë në të cilën është kërkuar që brenda një periudhe 1 mujore, pikën e karikimit të mjeteve elektrike, nëse e kanë të instaluar, të integruar me biznesin e tyre, për ta konkretizuar OSHE, sot ka godinën e vet qendrore, ka dhe pikat e karikimit poshtë. OSHE brenda 1 muaj duhet të ndaj pikën e karikimit me matës të veçantë dhe me numër kontratë të veçantë. Sepse ky matës dhe kjo kontratë energjie elektrike do marrë çmim të ndryshëm nga furnizimi, nga aktiviteti, pra nga aktiviteti i biznesit të përditshëm. Pse? Sepse kanë 2 çmime të ndryshme tashmë. Dhe do kenë 2 çmime të ndryshme. Prandaj si e tillë ne kërkojmë, ja kemi dërguar dhe me shkresë të 254 pikave, që aty ku është nevoja duhet të ndahet me numër në mënyrë që të bëhet diferencimi i çmimit në mënyrë që edhe të vazhdojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe të drejtë. Mos fakturohen në të njëjtën vlerë. Mirë, unë ju falenderoj. Kënaqësi që ju kisha. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Faleminderit. Kemi të i kaluar çdo afat në fakt kohor. Unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit për vëmendjen. Do të takohemi sërish nesër në orën 16 deri atëherë. Kaloni sa më mirë. Miru takofshi.